Faqa na ishte dikur sjell historinë e Arvanitit, shqiptarit që fitoi maratonën e parë të lojrave olimpike në Greqi. Më 12 janar 1873, në Marousi, në veri të Athinës, lindi Spiridon Luisi, një njeri i thjesht me origjinë arvanite, shqiptare, i cili pa e ditur do të bëhej simboli një epoke dhe emër i pavdekshëm në historinë e sportit botror. Në fund të shekullit të 19, Marousi ishte një fshat i vogël rural, i banuar kryesisht nga arvanitasit, shqiptar të vendosur prej shekujsh në këtë troje, të cilët ruanin gjuhën, veshje tradicionale dhe zakonet e tyre. Një vullnetar anglez, gjatë luftës greke të pavarësisë, shkruan se ku kaloi nëpër Marousi gjeti rreth 1000 banor, të veshur në fustanela që flisnin mes tyre gjuhën shqipe. Kjo ishte bota në të cilën u rrit Spiridon Luisi, një botë pune të rëndë, thjeshtësie dhe dinjiteti. Spiridoni nuk ishte atlet profesionist, a ishte bari, punëtor, ujmbajtës, një njeri i zakonshëm i fshatit, që për ditë ecste dhe vraponte kilometra të tërë për të kryer punët e jetesës. Pikërisht kjo jetë e fortë, e lidhur ngushtë me natyrën dhe përpjekjen fizike, do ta përgatiste pa e ditur për momentin që do të vinte. Në vitin 1896, Athina u bë qendra e botës, duke pritur lojrat olimpike të para të epokës moderne. Mes garave më të shumë pritura ishte maratona, frymzuar nga legjenda e lashtë e vrapuesit Fidipidis, që solli lajmin e fitores nga maratona në Athinë. Për grekët, kjo garë kishte domethënie të veçantë, ishte një lidhje drejt për drejt mes antikitetit dhe kohës moderne. Spiridon Luisi vendosi të merrte pjesë thuajse rastësisht, pa trajnim profesional, pa pajisje sportive, pa ambicje për lavdi. Ai vrapoi ashtu siç kishte vrapuar gjithë jetën, me ritëm të qëndrueshëm, me durim dhe me besim në forcat e veta. Ndërsa atletët e tjerë nisën me vrrull dhe u lodhën rrugës, Spiridoni vazhdoi qetë, duke ruajtur frymën dhe forcën. Kur hyri në stadiumin Panathinaiko, Athina shpërtheu në brohorima. Një fshatar i thjesht, një arvanit nga Marousi, po fitonte maratonën e parë olimpike në histori. Ai kaloi vijën e finishit si fitues, duke u bërë hero kombëtar dhe simbol i triumfit popullor. Por Spiridon Luisi nuk ndryshoi. Ai nuk kërkoi pasuri, as famë. U kthye në jetën e tij të zakonshme, në fshatin e tij, duke mbetur gjithmonë i thjeshtë dhe i përulur. Pikërisht kjo e bëri figurën e tij edhe më të madhe, një kampion që nuk u largua kurrë nga rrënjët e veta. Sot, historia e Spiridon Luisit nuk është vetëm histori sportive, ajo është dëshmi e pranisë arvanitase në Greqi, e kontributit të shqiptarëve në ngjarje të mëdha historike dhe e faktit se lavdia nuk lind gjithmonë në pallate apo akademi, por shpesh në fshatra të vegjël, mes njerëzve të zakonshëm. Spiridon Luisi mbetet simboli i qëndrueshmërisë, i përkushtimit dhe i forcës së heshtur. Një emër që vrapoi nga historia lokale drejt pavdekshmërisë olimpike, duke mbajtur me vete edhe gjurmën e gjuhës, kulturës dhe shpirtit arvanitas. Një legjendë që nisi nga Marousi dhe u përjetësua. Për më shumë video të tilla, abonohuni në kanalin ton. Na ishte dikur.